padimi apo ndoshta të gjithë të zgjedhurve. Na pi hupëm 100 milion. Për shkak të mos kemi institucione. Pi hupim 50 milion atje, 100 milion këto pi hup shteti i Kosovës, pi hupim qytetarët e Kosovës. Unë jam të shikuar mos një padimi apo ndoshta të gjithë të zgjedhurve që nuk e zgjedhin apo nuk marrin pjesë në votim në krijimin e institucioneve të Kosovës, po. Çka ju duke dashur? Po. Hajde tu edhe një herë. Një padi. Ti duke dashur me buni? Po. Pse? Po, si qytetari i Republikës së Kosovës, sepse po dëmtohet shteti i Kosovës, po dëmtohen edhe është civile apo jo penale. Po jo civile edhe civile, është për kompenzim, se nëse thuhet pi hupim na 100 milion. Kjo është një lajm. Po, nëse thuhet na pi hupim 100 milion. Për shkak të mos kemi institucione, pi hupim 50 milion atje, 100 milion këto pi hup shteti i Kosovës, pi hupim qytetarët e Kosovës. Por që dëm që po na shkaktojnë neve, duhet me kompenzu ata që nuk po e bojnë të mundshëm në zgjedhjen e institucioneve të Kosovës. Më shumë veprim politik në vend të opozitës. Tash jam rolin në vendit të Kosit. Më shumë veprim politik këtu Taulan tonë. A beso hoda që u përbajta pa pyetur. Po them drejtën, u përbajta pa pyetur. Jo, kjo lasun se pastaj janë Koci si kalon me hime presionin. Koci si kalon me hime ku me punun. Ja, unë do mundohem në aspektin profesional nuk shkoj atë në. Ai momenti kur se let Daosha Radira i futet në kuvend është. Ja, kjo është formë një presioni ndoshta të mirë qytetarë, po edhe me shikuar nëse gjykata me të vërtet nëse është ashtu, kupton? Edhe nëse vëloset është shumë veprim civil, është shumë akademik kjo që po don. Me votorantë po s'është e japin institucional. Pas parë këta për këtë punë. Domethënë është për besë që nuk ju tregoj. Veç ata veç frikë kanë veç për